Vota juaj është e shejtë. Ajo as nuk shitet dhe as nuk falet. Prandaj, vini masivisht në votime, pa marrë parasysh se cilës parti i takoni. Madje, edhe ju të BDI-s, edhe të PDSH-s, edhe të Alternativës, edhe të RDK-s, por ata gjithë qytetarë tjerë që besojnë në konceptin e Republikës për të gjithë. Me votën tuaj tregoni se nuk jemi 20% që janë anonim. Dëshmoni se ju nuk e pranoni konceptin e kombit statistikor. Tregoni se ju nuk jeni vetëm votues, por edhe të votuar. Sepse deri më tash, shqiptari asnjëherë nuk u zgjodh presidenti i këtij shteti, por kjo do të ndryshojë me 21 prill. Me 21 prill, ju do të zgjidhni për të parën herë presidentin tuaj çfarë dëshironi. Pra, këto, a je për shqiptarin kryetar Republike? Po pra, ju e një sovrani që vendos, vota juaj do e bëjë Maqedoninë e Veriut një republikë të vërtet shumë etnike dhe jo monoetnike, dhe një republikë euroatlantike dhe jo një republikë pro-rusisë. Ju dhe vetëm ju vendosni për ndryshimin. Prandaj, votoni me zemër, votoni njëshin